Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Do të lexojmë sot pjesë nga Zanafilla kapitulli 18 deri në 25. Leximin e tekstit do ta bëj Endri Gjoka nga Lezhë, ndërsa një katekezë mbi këto kapituj do ta ofroj Adelina Palushi nga Prishtina. Lexim nga Zanafilla, kapitulli 18, rreshti 6 deri te 15. Abrahami shpejtoi në tenë të Sara e i tha: "Shpejto përzi 3 mas të miellit më të mirë dhe na i bëj dukoleç." Ai vetë vrapoi në vaj dhe prandej nxorri një viç të ri e të majm dhe ja dha shërbëtorit. Ai e përgatiti me të shpejtë. Mori edhe maz, qumësht dhe viçin që i kishte pjekur dhe u ashtroi përpara, ndërsa ata hanin, rrinte pranë tyre në këmbë në lënd. Ata i thanë: "Ku është Sara, gruaja jote?" Ai përgjigji: "Çe, është në tendë." Ai i tha: "Do të kthem dhe do të vi te ti, po në këtë kohë, edhe Sara gruaja jote do të ketë djalë." Si e dëgjoi Sara që ishte pasite dera tendës, u qesh. Ishin të dy të moqëm dhe në moshë të shkuar, dhe Sara si ishin ndalur ata të grave. Ajo u qesh me vete dhe tha: "Pasi u vyshka edhe zotëria ime u plak, a thua do të munden të kem dëshirimin?" Zoti i tha Abrahamit: "Pse u qesh Sara?" Dhe tha: "Po a një mend do të lindun plakusha? Sepse a ka gjë të pamundshme për Zotin? Do të kthem po në këtë kohë të ti dhe Sara do të ketë djalë." Sara mohoi e foli, nuk qeshe sepse u tremb. Ai e priti, po, qeshe. Tregimi i 3 engjëve që vizitojnë Abrahamin që lexuam është shumë i famshëm. Nga ana letrare ka qëllim që të përgatisë lajmin e lindjes së Isakut. Tema kryesore spikacë këtu është mikpritja e Abrahamit, e cila është shkëndija që nxit bisedën mbi zbulimin e lajmit të mirë të mrekullueshëm për Abrahamin dhe Saren, tashmë pleq, se Zoti do t'u falë një djalë. Kur 3 miq t'i afrohen tendes ku banonin Abrahami e Sara, Abrahami insiston shumë që sa më parë më mirë të përgatitet dreka. Thot rreshti 6 se Abrahami vrapoi te Sara dhe i tha: "Shpejto, e përziej 3 mas të miellit më të mirë dhe na i bëj dokuleç." Vrapoi, shpejto. Janë 2 folje që theksojnë se Abrahami dëshironte t'i priste më së mirit miqtë e vet. Abrahami i thot Sares të bëj gati 3 masa mielli. Këto janë shumë për 3-4 njerëz sa do të hanë. Abrahami shfaq një bujari të jashtëzakonshme, por si do të shohim, kësaj bujarie do t'i korespondoj një bujari shumë më e madhe e Zotit për te. Abrahami nuk e dinte kush ishin këta njerëz. Abrahami e dinte se kushdo që t'ishin do t'i priste mirë. Abrahami zgjodhi një viç të ri të majm dhe ja dha shërbëtorit. Ai e përgatiti me të shpejt, thot Zanafilla tek rreshti 7. Abrahami vetë merret me punën e përgatitjes së drekës. Ai e jo shërbëtori i tij. Edhe kjo tregon qasjen e tij njerëzore ndaj miqve. Ai është pronari, është i Zotit shtëpisë, por në këtë rol ai është edhe shërbëtor. Ai u shërben të pranishmeve. Ai sjell në tavolinë gjallë, tamel dhe mishviçit. Ne do ta shohim kur flasim për rregullorët e ushqimeve se hebrejtë kanë të ndaluar të hanë mish me tamel. Mishin bashkë me tamel. Mund të hanë mishin, mund të hanë edhe tamelin, por jo bashkë në të njëjtën gjellë, të themi ashtu, në të njëjtin vakt. Megjithatë, këtu teksti dëshiron thjesht të theksoj se Abrahami është bujar me miq, nuk i dhimbet asgjë për t'u ofruar, as tamel, as mish, asgjë tjetër. Së fundi thot rreshti 10 se derisa miqt ishin duke ngrënë, Abrahami ndenjin këmbë. Edhe ky është një gjest kujdesi dhe shërbimi. Mund të themi si përfundim se të gjitha gjestet e Abrahamit theksojnë vlerën e pafundme të mikpritjes, të bujarisë. Në traditën biblike respekti për mikun,
mirëseardhja e tij është një prej vlerave më të mëdha njerëzore, por edhe fetare. Thyerja e mikpritjes, keq trajtimi i mikut, është një prej mëkateve më të rënda që mund të mendohen. Së fundi Abrahami nuk e dinte se miqt ishin të dërguarit të Zotit. E kemi thënë, ai I trajton sikurse ta dinte se ishte Zoti. Gjatë drekës, miqt e pyetën Abrahamin: "Ku është Sara, gruaja jote?" Kjo është një mënyrë që të kalohej biseda tek Sara, të hapej muhabeti për njërin prej arsyeve kryesore pse ata kanë ardhur te Abrahami. Ata pastaj vazhdojnë: "Do të kthehem dhe do të vij te ti, po në këtë kohë, dhe Sara, gruaja jote, do të ketë djalë. Zoti premton se në krye të vitit do të vijë. Zoti bën premtime të sakta dhe I mban ato. Premtime shumë konkrete, premtime që do të zbatohen, sa do të pazbatueshme të duken me sy të parë. Zoti bën mrekulli." Kur Sara dëgjoi, ajo qeshi brenda vetes, duke menduar se si mund të lindte fëmijë në pleqëri. Te qeshja e Sarës ka një farë ironie. Shumë e ka prit djalin, shumë është mërzit pse s'ka, dhe tani asaj duket pak vonë. Është qeshje e dhimbshme kjo. Është një qeshje jo e vërtet, është një qeshje që fsheh dhimbje, që fsheh mërzi, nuk është qeshje gëzimi. Zoti I drejtohet Abrahamit, jo Sarës, duke pyetur pse qeshi Sara, dhe shton, a ka gjë të vështirë për Zotin? Kjo është një pyetje e rëndësishme, meqense është retorike, tregon veprën e padiskutueshme të Zotit. Për Zotin, asgjë s'është e pamujtur. Janë të njëjtat fjalë që fliten midis dialogut të engjëllit Gabriel me Zojen e bekuar, kur engjëlli I duket asaj dhe I thot se do të lindë një djalë. Edhe ajo lind Jezusin në mënyrë të mrekullueshme. Kjo gjë nuk është e pamundur për hyjen. Sara I përgjigjet, nuk qesha, mundohet të fsheh realitetin, mundohet të fsheh vështirësinë që kishte brenda, ndoshta kishte turp, ndoshta kishte frikë. Me siguri e kishte më të lehtë I kalonte me buzëqeshje ato mendime të rënda që I po I kalonin nëpër zemër. Por Zoti e bën të ballafaqohet me to. Po, I thot, qeshe. Zoti I tregon se e njeh mirë brendinë e saj dhe se ka ndërmend ta ndryshojë në trishtim të sjellë gëzim. Cilat janë elementet kryesore teologjike të këtij tregimi? Do të nxjerrim 5 prej tyre. Elementi I parë është dukja e Zotit dhe mikpritja, pra tema e teofanisë dhe mikpritjes. Zoti paraqitet këto në një formë njerëzore, duke lejuar kontaktin e drejt për drejt me njeriu. Tradita e krishterë, për shembull Shën Justini, Shën Ambrozi, Shën Agustini, kanë interpretuar këtë tekst se këto 3 miqt janë një metaforë e Trinisë Shenjte. Sipas leximit të tyre alegorik, kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Sa I përket leximit të hebrejve, sipas tyre, ky tregim thekson dimensionin e mikpritjes si vlerë morale, absolute. Abrahami ndërpret edhe vizitën në Shekina me Zotin, sepse ishte momenti I lutjes kur Abrahami I takon ata për të pritur mysafirt. Kjo dëshmon se shërbimi ndaj njeriut mund të konsiderohet krejtësisht sikurse një shërbim ndaj Zotit. E dyta temë teologjike që mund të nxjerrim këto është sepse Zoti është sovran mbi natyrën dhe mbi historinë. A ka gjë të vështirë për Zotin? Kjo vendos themelin e teologjisë biblike. Zoti shkon përtej ligjeve natyrore. Premtimi për shembull se Sarës do të lindë fëmia nga shterpësia e saj është një paradoks, tregon se për Zotin është gjithçka e mundur. E treta, besimi dhe dyshimi. Sara qeshi. Kjo nga ana teologjike tregon se sado që njeriu të besoj, aq edhe dyshon. Nuk ekziston një fe në Zotin pa dyshimet e veta. E katërta, Zoti e njeh njeriun dhe e dëgjon njeriun. Zoti e dëgjoi
qeshjen e brendshme të Sares. Zoti kujdeset edhe për elemente më intime dhe më sekrete të shpirtit të njeriut dhe pikërisht aty vendos të ndërhyjë. Dialogu me Zotin është sikurse një dialog me pedagogun. Zoti e mëson, Zoti i flet dhimbjes së saj dhe ja tregon mënyrën, pikërisht pra sikurse një pedagog, që ajo të kuptoj vetë se si do të dalë prej trishtimit. Dhe si do të dalë prej trishtimit duke pranuar provaninë e Zotit. Dhe e fundit, tema e premtimit. Zoti premton. Zoti premton djalin, Zoti premton bekim. Zoti premton dhe premtimin e mbajnë. Nuk ka premtim të Zotit që nuk është i realizueshëm. Prandaj, ky tregim përfundon pikërisht me premtimin se do të lindë Izaku. Do të shohim tek pjesa tjetër disa çështje tani të lidhur pikërisht me Izakun që lind. Lexim nga Zanafila, kapitulli 18, rreshti 22 deri tek 33. Njerëzit u nisën prej andej drejt Sodomës, ndërsa Abrahami po qëndronte ende para Zotit, ju ofrua dhe tha: "Vërtet se bashkë me fajtorin do ta zhbish edhe të drejtin? Nëse në qytet do jenë rastësisht 50 të drejtë, vërtet do ta zhbish atë vend dhe nuk do të falesh për shkak të atyre 50 të drejtëve që do të jenë në të? Larg qoftë prej teje që ta zhbish të drejtin bashkë me të mbrapshtin. A do t'i bësh barëzi të drejtin me fajtorin? Larg teje. A thua se gjykatësi mbar botës nuk do ta shtjerë në veprim drejtësinë?" Zoti përgjigji: "Nëse do të gjej në Sodom 50 të drejtë brenda në qytet, për shkak të tyre do ta fal tërë qytetin." Abrahami e mori përsëri fjalën: "Ja, unë po marr guximin të flas me Zotin tim, unë që jam hi e pluhur. Po e zëm se ndër ata 50 të drejtë do të jenë 5 më pak. A thua se për shkak të atyre të 5-ve do ta zhbish tërë qytetin?" Ai tha: "Nuk do ta zhbij nëse i gjej 45 të drejtë." Abrahami sudurua e tha: "Po që se atje do të jenë vetëm 40. Hyi përgjigji: "Nuk do ta ndeshkoj për shkak të atyre të 40 të drejtëve." Përsëri tha: "Nuk më hidhërohet Zoti im nëse flas. E po që se atje janë vetëm 30. Ai tha: "Nuk do ta zhbij as nëse i gjej 30. Ja prap po marr guximin, tha, të flas me Zotin tim. Po që se ndoshta atje do të jenë vetëm 20. Hyi tha: "Nuk do ta zhbij për shkak të atyre të 20-ve. Po të lutem vazhdoj im Zot. Nuk do të më hidhërohesh nëse flas vetëm edhe një herë. Po që se atje janë ndoshta vetëm 10. Zoti tha: "Unë nuk do ta zhbij për shkak të atyre të 10-ve." Zoti largua pasi e kreu bisedën me Abrahamit. Abrahami u kthye në vend të vet. Para se të shkojmë tek një tregim karakteristik mbi Izakun, shumë të famshëm, lexojmë këtë pjesë tërheqëse që e gjejmë tek libri i Zanafilës, që ndodh gati pas drekës që sapo komentuam. Ky është një nga dialogjet më fantastike dhe plot me teologji që gjejmë në Beslidhen e Vjetër. Abrahami bën gati si negociata me Zotin mbi fatin e Sodomës, sillet sikurse një, të themi ashtu, politikan, por politikan që ndërhyn plot me teologji. Zoti i tregon atij se ka në plan të vizitoj Sodomën dhe Gomorën dhe ka në plan ta shkatroj, sikurse do të lexojmë te kapitulli 19. Zoti niset drejt Sodomës dhe duke ndenjur me Abrahamin, ndodh që Zoti zgjodhi të dëgjoj, të flas, të bisedoj drejt për drejt me Abrahamin. Pra, ky bisedon me Zotin në lidhje me mundësinë se atje do të ketë të drejtë. Dhe nëse në Sodoma ka të drejtë, Zoti drejtësinë nuk mund ta shndrojë në padrejtësi për arsye të shumicës. Nëse do të ketë të drejtë, i drejti nuk ka se si pëson për arsye të padrejtit. Thot shkrimi i shenjtë se Abrahami vazhdoi të qëndrojë përpara Zotit. Kjo terminologji është sikurse një liturgji e ndërmjetësimit. Njeriu qëndron para Zotit, gati sikurse kur lutet. Zoti qëndronte
gjithashtu përpara Abrahamit. Paraqitet këtu pra një dialog i sinqert, një dialog i hapur, edhe një farë detajit që tregon se Zoti është i gatshëm t'i dëgjoj argumentimet që njeriu i jep. Kemi pra këtë pyetje që mund ta quajmë pyetje etike. A do ta shkatrosh ti të drejtin bashkë me të padrejtin? Po qëse ka 15 të drejtë në qytet, a do t'i shkatrosh dhe nuk do ta falësh vendin? Pra kemi këtu një element moral. Ti, o Zot, nuk do të bësh sikur se bëjnë zotat pagan e sikur se bëjnë mbretrit e tokës. Ata nuk e konsiderojnë as pak të drejtin. Nëse atyre u duket diçka se është e padrejt, si që e drejt, si që e padrejt, ata pa diskriminuar as pak midis drejtësisë dhe padrejtësisë, kryejnë të veten duke ushtruar pushtetin. Zoti sipas Abrahamit nuk do të sillet ashtu. Abrahami nuk ju lut Zotit si një rob i tij pra, por si dikush që pak a shumë dialogon sy për sy me te. Dhe dialogu është i hapur dhe argumentet janë teologjike, morale. Ndërmjetësimi midis Abrahamit dhe Zotit ka 6 raunde. Pra ka për një mend sikur se karakteristikat e një ndërmjetësimit përpaq. Zoti e pranoi logjikën e Abrahamit. Zoti i thoshte Abrahamit me fjalë tjera, ti e ke të drejtë. Nëse gjen në Sodom 50 të drejtë, unë do ta fal Sodomen. Kjo përgjigje pozitive e çili rrugën për negociata tjera. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Çdo herë Abrahami fillon bisedën duke thënë, ja ku jam unë që kam guxim të flas me ty, unë që jam pluhur e hi. Shikoni rreshtin 27. Prandaj ai nuk e zvoglon argumentin, por edhe e cakton vetveten në atë pikë ku i takon të jetë. Ai rri në marrëdhënie me Zotin, por në një marrëdhënie që i takon, një marrëdhënie e duhur. Nuk ka arrogancë të fjalët e tija, nuk ka pretendime. Ka besim se Zoti është i drejtë. Tani një pyetje, pse Abrahami ulet tek numri 10? Kjo ka një rëndësi simbolike. Është numri minimal i komunitetit fetar hebraik, pa të cilin nuk mund të mbahet shërbesa publike. Duhet 10 persona që të bëhet një minjan, sikur se quhet në hebraisht, një shërbes publike fetare. Zoti pranoi çdo herë duke treguar hapur gatishmërinë e tij, të tregojë mëshirë për të gjithë të drejtët. Nëse numri ulet në 10, aty ka pra një minjan, ka një bashkësi të hebrejve që besojnë në Zotin. Kjo patjetër është edhe një vërtetim për Abrahamin, por edhe për të gjithë ata që lexojnë, se Zoti e dëgjon lutjen e bashkësisë. Si përfundon bisedat e rreshtit 33? Zoti largohet dhe Abrahami kthehet në vendin e tij. Shkrimi i shenjtë nuk thot arsyen pse Abrahami u ndal te numri 10, nuk e pyeti për shembull për numrin 9 ose 5 ose 1. Rabinët thonë se Abrahami mendoi se 10 të drejtë do të mjaftonin, se 10 të drejtë me siguri në Sodom do t'jenë. Fundi i dialogut është një kënaqësi për Abrahamin. Ai ishte i bindur se ja ka arritur qëllimit. Edhe 10 nuk u gjetën, por kjo nuk ishte faji i Abrahamit, si po shohim. Është fakti se në Sodom nuk ishte të drejtë. Edim kishte vetëm 4. Ishte Loti, gruaja e tij dhe 2 vajzat e tija. Çfarë elemente teologjike mund të nxjerrim këtu? Çfarë mund të mësojmë? E para se lutja e ndërmjetësimit është një lutje që Zoti e pranon. Dhe besimtari e ka për detyrë të ndërmjetësojë te Zoti, të lutet sidomos për të drejtin, por të lutet edhe për të padrejtin. Ky është një mësim i të gjithë profetëve më kryesor. Mojsiu është ndërmjetësuesi më i madh midis njeriu dhe Zotit, por edhe Jeremia, edhe Isaia kanë kalime të rëndësishme tek librat e tyre që flasin për ndërmjetësimin tek Zoti. E dyta
Ekziston një tension midis drejtësisë dhe mëshirës. Është gjithmonë e vështirë të kuptohet ku është kufiri midis drejtësisë dhe mëshirës. Nga njëra anë do të jesh i drejtë dhe da gjykosh pa drejtësinë, por drejt të pa drejtit ti do të kesh gjithmonë mëshirë. Kjo është një tension i vazhdueshëm. Donjëherë nuk është as e lehtë të arrihet tek një zgjidhje e duhur. Pika e tretë është se Zoti është shumë i vendosur, por është edhe i gatshëm të ndryshojë vendim. Zoti ja mundson njeriu që njeriu të dialogojë me te, dhe nëse njeriu i lutet, ai pranon lutjen e njeriu. Zoti e pranon drejtësinë kur del prej njeriu, por njëkohësisht e dënon padrejtësinë. Pika 4 teologjike ka të bëjnë me një mësim të vjetër të Shkrimit të Shenjtë, që ka të bëjnë me vlerën e pakicës së drejtë. Zoti nuk është një Zot që përgjithsisht dëshiron të merret ose merret me turma të mëdha njerëzish. Zoti ndjek ata që e ndjekin atë, dhe zakonisht Zotin e ndjekin i pakicë. Prandaj, kujdesi kryesor që Zoti ka është për pakicën e drejtë. Ky është edhe një prej mësimeve të Jezu Krishtit, tek i cili me siguri do të kthejmë në të ardhmen. Tjetër, tema e lutjes. Do të kemi guxim të lutemi. Nuk është e lehtë gjithmonë të lutemi. Donjëherë lutja edhe duket sikurse diçka për të cilin ne nuk jemi të denjë. Por gjithmonë Zoti na mundson dhe na jep kohë dhe të gjitha të drejtat që të drejtohemi atij. Së fundi, ky tekst është i lidhur në të gjitha mënyrat me beslidhjen e re. Abrahami këtu është si Krishti, i cili ndërmjetson për të drejtët, i cili mundohet të lutet edhe për të padrejtët, por të gjithë ata që janë të drejtë, Krishti ndërmjetson për ta. Lexim nga Zanafilla, kapitulli 22, rreshti 9 deri te rreshti 19. Kur arritën në vendin që hyja kishte dëftuar, Abrahami aty ndërtoi lterin dhe mbi terin nditi drut. Mandej e lidhi Izakun, djalin e vet. E vendosi mbi lter mbi turrën e druve. Shtriu dorën dhe e mori thikën për të flijuar djalin e vet. Kur që prej qiellit bërtiti angjëlli i Zotit. Abraham, Abraham, ky i përgjigji, urdhëro. Angjëlli i tha: mos e ço dorën tënde mbi fëmijën tënd dhe mos i bëj far dëmi. Tash po e shoh se ja ke drojën hyjit dhe për shkak tim nuk e kurseve as djalin tënd të dëshirit. Abrahami i çoi syt lart dhe pa një dash të ngatëruar për brirësh në një shkure. E mori këtë dhe kushtoi fli shkumbimi në vend të birit. Atë vend i quajti Zoti sheh. Këndej dhe sot e kësaj dite thuhet: në malin Zoti shihet. Angjëlli i Zotit e thirrë Abrahamin për të dytën herë prej qiellit e i tha: pasha mua është fjala e Zotit, pasi e bërë këtë gjë dhe nuk të dhimbs djali yt i dëshirit, unë po ta fal bekimin tim dhe do të bëj pasardhësit e tu të shtohen poshtë yjet e qiellit, poshtë rrerën e bregun e detit, ndërsa pasardhësit e tu do t'i poshtojnë dyert e armiqve të vet, dhe në farën tënde do të jenë të bekuar të gjithë popujt e tokës, pasi ti ma dëgjove fjalën. Atëherë Abrahami u kthye te shërbëtorët e vet, u quan dhe së bashku shkuan në Bersabe. Abrahami banoi në Bersabe. Tregimi që lexuam është tregimi i flijimit të Isakut. Është tregimi që ndryshe quhet edhe akeda. Fjala akad në hebraisht do të thotë të lidhësh. Është lidhja e Isakut, por më shumë se lidhja e Isakut do ta shohim është lidhja e Abrahamit, sepse Abrahami vihet në provë shumë të madhe. Provën e besnikërisë, provën e fesë së thellë dhe të vërtetë. Nga ana narratologjike, ky është kulmi i tregimit të ciklit të Isakut. Është shkruar shumë mbi këtë pjesë, është diskutuar mbi si ka mundësi se Zoti t'i kërkojë një prindit ta flijojë djalin e vet. Por krejt ky tregim vërteton se qëllimi i Zotit nuk ka qenë asnjëherë që Abrahami të flijonte djalin, por ta shprehte besnikërinë, sikurse kemi thënë. Pas 3 ditëve udhëtimi dhe dialogu midis babës dhe djalit që lexojmë tek rreshtat 1 deri në 8, vjen momenti vendimtar. Gjejmë alterin,
gjejmë konopin me të cilin do të lidhet djali, një thik dhe ndërhyrje hyjnore. Kemi pra këto 4 elemente të tregimit: vendi ku do të ndodh flija, lidhja e djalit, mjeti i flijimit dhe Zoti që ndërhyn. Tani gjejmë tek rreshti 9 ndërtimin e altarit. Vendosi Abrahami aty drut, e lidhi djalin e tij dhe e vuri mbi altar. Çdo folje tregon veprimtari me peshë shumë të madhe. Ndërtoi, vendosi, lidhi, vuri. Dhe rradha e veprimeve të Abrahamit këto tregohet me qëllim. Njëherë gjejmë altarin, atëherë drut, atëherë Isakun. Kjo renditje tregon se Abrahami nuk veproi në mënyrë pa ditur se çfarë po bënte. Ishte i vendosur, ishte i ndërgjegjshëm, e dinte se po flijonte djalin e vet. Izaku nuk rezistoi, heshtja e tij është shumë kuptimshme. Disa, sidomos rabin hebrej, kanë thënë se duke qenë se Izaku ishte rritur me traditat e të parëve, i ka kuptuar mirë domethëniet e flijimit, ai e ka ditur se baba po e flijonte, e ka ditur pse po e flijonte dhe me vetdije ka vendosur që ta lëj vetveten të flijohet prej babës. Tradita krishtere e ka parë disa herë këtë veprimtari të Izakut, sikurse veprimtarinë e Krishtit. Tek rreshti 10 shohim se si Abrahami ngrit dorën, e shtriu dorën, mori thiken për të therrur djalin e vet. Ky është një moment tensioni shumë të lartë narrativ, kështu quhet në shkencat biblike, në narratologji. Tension narrativ. Ngritja e dorës dhe thikës së ngritur është një veprimtari patjetër simbolike, është një veprimtari teologjike. Sprova e Abrahamit arriti kulmin e saj, jo në vendimin me mend, por në aktin fizik. Besimi i Abrahamit nuk ishte vetëm një mendim, ishte trup, ishte dorë, ishte thik. Kjo është e rëndësishme edhe për besimin e çdo njeriu. Nuk besohet me mend, besohet konkretisht, besohet aktivisht. Tek letra e Hebrejve, kapitulli 11, rreshtat 17 deri në 19, lexojmë se si Abrahami besonte se Zoti mund ta ngjallte Isakun, edhe pse do ta kishte vrarë. Ishte një besim i frikshëm, një besim shumë i madh. Autori i letrës Hebrejve e sheh këtë veprimtari të Abrahamit ngjashëm me veprimtarinë e Atit, i cili pranon të flijohet biri i vet Jezu Krishti. Atëherë tek rreshti 11 lexojmë një zë nga qielli. Abraham, 2 herë e thret. 2 herë tregon se thirrja ka diçka urgjente, është shumë solemne. Mojsi, e thret Zoti Mojsiun tek libri i Daljes kapitulli 3, rreshti 4. Samuel, e thret Zoti Samuelin. Libri i parë i Samuelit kapitulli 3, rreshti 10. 2 herë thirret emri. Kjo nënkupton intensitet emocional. Është thirrje urgjente, që thot ndalu, që thot me dëgjo mua. I flet engjëlli i Zotit, Malach Adonai në hebraisht. Malach Adonai, engjëlli i Zotit, është sikurse të fliste Zoti në traditën biblike. Ai flet me autoritet të plot hyjnor, nuk flet si një përcjellës mesazhesh i thjesht. Abrahami ju përgjigj, ja ku jam, ashtu disi ngjashëm ju përgjigj Mojsiu, edhe Samueli. Pra, ky bashkim i fjalës shënon integritetin e besimit të Abrahamit me Zotin. Ja ku jam. Njësoj sikur se Abrahami ishte përgjigjur Zotit në fillim të këtij tregimi, rreshti i parë, ashtu i përgjigjet edhe këto. Abrahami është i gatshëm të bëjë gjithmonë vullnetin e Zotit. Tani si të kuptohet sprova? Zoti e shpjegon. Mos e shtri dorën tënde mbi djalin tënd. Tani e di
se e ke frikë Zotin. Ky rresht zbulon arsyen e sprovës. Zoti dëshiron të dinte. Kjo nuk do të thotë se Zoti nuk dinte përpara, por dëshiron që kjo dije të realizohet në jetën e njerëzve. Besimi i Abrahamit duhet shprehur në mënyrë konkrete, në mënyrë reale. Zoti këtë kërkon prej njerëzve, që ata jo vetëm të besojnë, jo vetëm të jenë të bindur, por këtë besim dhe bindje ta shprehin realisht, sidomos në kohën e sprovave të mëdha. Shprehja "e kuptova se ti e beson Zotin" është një term teknik dhe tregon thjesht fen, jo frikën. Njeriu që beson në Zotin ka besim, nuk ka frikë. Dashi zëvendëson, flin. Abrahami ngriti syt dhe pa një dash që është zënë me brirë në një kaçube, që është ngatru në atë kaçube. E mori dhe e ofroi si fli zëvendësuese. Kjo ka një rëndësi teologjike. Zëvendësimi i një flije me një tjetër. Njeriu thirret të flijoj vetveten, por duke pas parasysh se patjetër vetvetja nuk mund të flijohet në elter. Në vend të vetes flijohet një zakonisht bagti. Pra, çdo fli që i ofrohet Zotit ka kuptimin e flijimit të vetvetes. Atëherë, tek rreshtat 15 dhe 18, gjejmë temën e bekimit. Engjëlli i Zotit e thiri për herë të dytë dhe i shpalli një bekim dhe një betim hynor. Betohem në vetveten time, se asnjëherë më nuk do të kërkohet diçka e tillë për njeriu. Premtimet përsëriten dhe zgjerojnë premtimet e mëparshme. E kemi lexuar premtimin se Zoti nuk do të dërgojë asnjëherë më përmbytjen. Zoti ka premtuar se do të bekojë të gjitha fiset e botës në vet Abrahamin. Tu Zoti betohet se secilën herë që do të shohin një besim të thellë, ai nuk do ta sprovojë njeriu në mënyrë të tepruar. Elementet teologjike që gjejmë këtu mund t'i sintetizojmë ndoshta në 4-5. E para që nxjerrim është tema e sprovës dhe e besimit absolut. Njeriu beson deri në fund, por nuk ekziston një besim, as një përvojë e krishterë pa kaluar në përprova. Zoti ndonjëherë të sjell në provë, por prova që Zoti sjell është gjithmonë një rast për t'u forcuar në fe dhe për t'u rritur. Asnjëherë një sprovë që sjell Zoti nuk është një nxitje për të bërë diçka të keqe. Kjo do të ishte një tundim. Zoti na vën në sprovë që ne të forcohemi dhe të kemi një rast ta shprehim qartësisht besimin tonë në të. E dyta, dhe kjo mirret nga disa teologë dhe biblistë të famshëm, mund të jetë nga ana teologjike se ky tekst dëshiron të kritikojë një praktikë shumë të vjetër të popullatave të hershme. Kështu për shembull thonte Gerhard von Rad ose Walter Brueggemann ose Klaus Westermann, janë biblistë gjerman të mesit, të themi ashtu, të shekullit kaluar, të cilët kanë thënë se në vendet e lindjes, në kohët e lashta, njerëzit kishin praktik flijimin e njerëzve, zotave, sidomos të embrionëve. Ka shumë mundësi që ky tekst të jetë edhe një kritik kundër asaj praktike. Bibla nuk e pranon në asnjë mënyrë flijimin e qenieve njerëzore. I vetmi njeri që flijohet për tjerë është Zoti vet, Jezu Krishti. Ta themi edhe një element tjetër teologjik, është gatishmëria e plotë e Abrahamit të kryej vullnetin e Zotit. Ja ku jam për të bërë edhe gjëra që janë shumë të vështira. Ja ku jam të flijoj edhe të pa flijueshmen, ta flijoj vetveten, krejtësisht ty o Zot. Nga ana metaforike pra, kjo ja ku jam e Abrahamit
është një ja ku jam i të besimtarve të gjitha kohëve. Së fundi kemi premtimin universal se fara e Abrahamit do të shumohet, edhe një herë gjejmë tek Reshti 18. Fara e Abrahamit, fisi i Abrahamit do të bëhet i madh dhe ky shumim i fisit e Abrahamit vjen si rezultat i gatishmërisë së tij që të kryej vullnetin e Zotit gjithmonë dhe në gjithçka. Abrahami flijon në mendje të vet Isakun, por duke flijuar Isakun, faktikisht është i gatshëm teologjikisht të flijoj vetveten. E themi edhe një herë, kur flasim për flijimin e Isakut, e kemi fjalën për një mësim teologjik, jo për një ngjarje që mund ta konsiderojmë si historike të ndodhur ashtu sikurse është e shkruar atë. Zoti asnjëherë nuk ka kërkuar prej askujt të flijojë fëmijët e vet, vetëm ati qellor e përsërisim. Ka kërkuar birit të vet të flijojë vetveten për të gjithë njerëzimin dhe ai e ka pranuar këtë kërkesë të atit. Fjalët e Zotit në këto pjesë të shkrimit shenjtë që u lexuan dhe u komentuan, na vendosin përpara disa momenteve shumë të thella të jetës së Abrahamit. Në këto tregime shohim një njeri që jeton në marrëdhënie të veçantë me Zotin, një marrëdhënie besimi, dialogu dhe besnikërie. Abrahami, sikurse edhe secili prej nesh, nuk ishte një njeri i përsosur, vetëm Zoti është i përsosur, por ai ishte një njeri që dinte të dëgjonte Zotin dhe të besonte në fjalën e tij, edhe kur ajo dukej e pamundur. Figura e Abrahamit në këto pjesë të shkrimit shenjtë është modeli i besimtarit që beson, lutet për të tjerët dhe ja dorëzon jetën hyjit. Në këto tekste Zoti na shfaqet si Zot i premtimeve, Zot i mëshirës, Zot i drejtësisë, Zot që udhëheq historinë e njeriut. Historia e Abrahamit zë një vend qendror në historinë e shpëtimit. Nëpërmjet tij, hyj fillon realizimin e premtimit të madh që do të kulmojë në ardhjen e Jezu Krishtit. Abrahami është ati të gjitha besimeve, sepse ai përgjigjet thirrjes së hyjit me besim dhe bindje. Për këtë arsye, historia e tij ka një rëndësi të madhe për jetën shpirtërore të çdo të krishteri. Zoti e viziton Abrahamin në formën e 3 mysafirëve. Abrahami i pret me mikpritje të madhe. Ai inciton të përgatis bukë, mish dhe gjithçka të nevojshme për t'i nderuar mysafirët. Këtu shohim një virtyt shumë të bukur, mikpritjen. Në kulturën tonë shqiptare, mikpritja është një vlerë e madhe. Por Bibla na kujton se mikpritja nuk është vetëm një zakon kulturor. Ajo është edhe një mënyrë për të takuar Zotin. Shpesh Zoti vjen tek ne përmes njerëzve që takojmë. Zoti paraqitet si një Zot që është shumë pranë njeriut. Ai nuk është një Zot i largët, por një Zot që hyn në jetën e njerëzve dhe flet me ta. Në mes të kësaj vizite, Zoti bën një premtim të madh. Sara, gruaja e Abrahamit, do të ketë një djalë. Zoti paraqitet si Zoti i premtimit dhe i besnikërisë. Por Sara ishte tashmë shumë e moshuar dhe ajo qeshi në zemrën e saj. Ajo mendoi se kjo ishte e pamundur. Por pikërisht këtu zbulohet një nga të vërtetat më të thella. Zoti nuk kufizohet nga mundësitë njerëzore. Fjala e tij ka fuqi krijuese dhe realizon atë që premton. Sa herë dhe ne reagojmë kështu, kur dëgjojmë një premtim të Zotit, kur lutemi për diçka që duket e pamundur, ndonjëherë edhe ne dyshojmë. Por Zoti thot Abrahamit dhe Sarës një fjali shumë të fortë. A ka ndonjë gjë të pamundur për Zotin? Kjo është pyetja që Zoti na bën edhe neve sot, kur përballemi me vështirësi në familje, në shëndet, në punë apo në jetën shpirtërore. Zoti na kujton se ai është Zot i së pamundurës. Besimi nuk është vetëm të besosh kur gjithçka shkon mirë. Besimi është të besosh edhe kur nuk sheh rrugën përpara. Në shoqërinë e sotme, shpesh njerëzit jetojnë me shumë pasiguri, frikë dhe dyshim. Premtimi i Zotit ndaj Abrahamit
na kujton se edhe kur situata duken të pamundura, Zoti mund të hapë rrugë të reja, dhe kjo është një thirrje për të mos humbur shpresën. Na mëson të besojmë në fjalën e Zotit, edhe kur nuk e kuptojmë plotësisht planin e tij. Si Abrahami, edhe ne jemi të thirrur të kemi një besim që nuk mbështetet vetëm në logjikën njerëzore, por në besimin tek Zoti. Njeriu modern shpesh mbështetet vetëm në logjikën dhe fuqinë e vet, por Bibla na kujton se jeta dhe historia jon janë në duart e Zotit. Në dialogun mes Abrahamit dhe Zotit për qytetin e Sodomës, Zoti na paraqitet si Zoti i drejtësisë dhe i mëshirës. Qyteti i Sodomës përshkruhet si vend i mëkatit të madh, por Zoti nuk vepron menjëherë me dënim. Ai pranon dialogun me Abrahamin. Abrahami flet me Zotin për qytetin e Sodomës. Ai e di se qyteti është në rrezik për shkak të mëkatit të madh, por ai nuk qëndron indiferent. Abrahami fillon të lutet dhe të ndërmjetësoj për njerëzit e atij qyteti. Ai i thot Zotit: ndoshta ka 50 të drejtë në qytet, ndoshta 45, ndoshta 30, ndoshta 20, ndoshta 10. Kjo bisedë tregon zemrën e Abrahamit. Ai nuk mendon vetëm për veten e tij, ai mendon për të tjerët. Këtu mësojmë një mësim shumë të rëndësishëm. Lutja për të tjerët ka fuqi të madhe. Në një botë ku shpesh njerëzit mendojnë vetëm për veten e tyre, Bibla na kujton se besimtari është i thirrur të ndërmjetësojë për të tjerët, për familjen, për shoqërinë dhe për botën. Kur ne lutemi për familjen tonë, për fëmijët, për të sëmurit, për njerëzit që vuajnë apo edhe për ata që janë larg Zotit, ne bëhemi si Abrahami, ndërmjetës midis Zotit dhe njerëzve. Kjo është edhe thirrja e çdo të krishteri. Nuk jemi të thirrur të jetojmë fen vetëm për veten tonë. Jemi të thirrur të lutemi për botën, për popullin ton, për familjet tona. Një njeri që lutet për të tjerët bëhet bekim për shumë njerëz. Lutja nuk është vetëm për nevojat tona personale, por edhe për familjen, për kishën dhe për gjithë botën. E Zoti në këtë rast e dëgjon lutjen e Abrahamit dhe është i gatshëm të falë një qytet të tërë për hir të disa të drejtëve. Kjo tregon se Zoti nuk dëshiron dënimin e njeriut, por shpëtimin e tij. Tradita e kishës katolike e sheh këtë ndërmjetësim si një figurë që paralajmëron ndërmjetësimin e përsosur të Krishtit për njerëzimin. Ashtu si Abrahami lutet për qytetin, Krishti ndërmjetëson për gjithë botën. Bota i sotme përballet me padrejtësi, dhunë dhe kriza morale. Në këtë kontekst, besimtarët janë të thirrur të bëhen ndërmjetësues për botën përmes lutjes dhe jetës së shenjtë. Bota ka nevojë për njerëz që ndërmjetësojnë dhe luten si Abrahami. Historia e Sodomës na kujton se padrejtësia dhe mëkati shkatrojnë shoqëritë dhe se hyi kërkon drejtësi dhe shenjtëri prej secilit prej nesh. Në provën e sakrificës së Izakut, Zoti paraqitet si Zot që provon besimin e njeriut, por që në fund kujdeset për të dhe nuk e braktis. Ai ndalon sakrificën dhe siguron vetë flijimin. Kjo tregon se Zoti është një Zot që kërkon besim të plot, por që gjithmonë mbetet besnik dhe shpëtimtar. Zoti kërkon Abrahamit të ofrojë në flijim birin e tij Izakun, djalin që ishte fryti i premtimit të Zotit. Nga ana jo njerëzore, ky moment është shumë i vështirë për të kuptuar, por ai na tregon diçka shumë të thellë. Besimi i vërtet kalon edhe përmes provave. Abrahami nuk e kuptonte plotësisht planin e Zotit, por ai e besoi. Ai u nis në rrugë dhe arriti deri në momentin e flijimit. Zoti nuk dëshiron flijimin e njeriut, përkundrazi e ndalon dhe i thot: "Tani e di se ti e druan Zotin." Zoti nuk e donte sakrificën e Izakut, ai donte zemrën besnike të Abrahamit. Në fund, Zoti siguron një dash për flijim dhe ripërtrin bekimin e tij mbi Abrahamin. Ai premton një pasardhësi të madhe dhe një bekim për të gjitha kombet. Ky tregim na kujton se Zoti nuk na braktis në prova. Ndonjëherë ai na lejon të kalojmë në përvështirësi për të forcuar besimin ton dhe për të na mësuar të mbështetemi plotësisht tek ai.
Prova e Abrahamit me Isakun na kujton gjithashtu se besimi i vërtet kërkon besim dhe besnikëri edhe në momentet e vështira. Edhe sot shumë të krishterë përballen me sprova në jetë, por këto sprova mund të bëhen rrugë për një besim më të fortë. Besimi i vërtet nuk matet vetëm në momentet e gëzimit, por sidomos në momentet e vështira. Flijimi i Isakut na mëson dorëzimin e plotë ndaj planit të Zotit. Në interpretimin e kishës, kjo ngjarje ka një kuptim profetik. Ajo është figurë e sakrificës së Krishtit. Abrahami është gati të jap birin e tij të vetëm. Hyj atë në misterin e shpëtimit, jep birin e tij për shpëtimin e botës. Prandaj kjo histori është një paralajmërim i misterit të kryqit dhe një zbulesë e dashurisë së hyjit për njerëzimin. Ngjarja e flijimit të Isakut ka gjithashtu një domethënie të madhe për jetën e kishës. Ajo na kujton se historia e shpëtimit arrin kulmin në sakrificën e Krishtit, e cila bëhet e pranishme në sakramentin e Eukaristisë. Në këtë mënyrë, beslidhja e vjetër përgatit dhe paralajmëron misterin e Krishtit. Nëse arrim të bëjmë një krahasim mes Isakut dhe Jezusit, Isaku ishte biri vetëm, Krishti bir i hyjit. Isaku bart rrugën e flijimit, Krishti bart kryqin. Isaku shpëtohet nga flijimi, kurse Jezusi Krishti jon flijohet për njerëzimin. Jeta e Abrahamit është një udhtim besimi. Ai na mëson se marrëdhënia me Zotin ndërtohet çdo ditë me besim, me lutje dhe me besnikëri. E ne duhet të kërkojmë nga Zoti që edhe ne të kemi një zemër si ajo e Abrahamit, një zemër që beson, që lutet për të tjerët dhe që nuk humbet shpresën edhe në momentet më të vështira. Është një mesazh i fuqishëm për jetën tonë sot. Të besojmë në premtimet e Zotit edhe kur ato duken të pamundura. Ta praktikojmë mikpritjen dhe dashurinë ndaj të tjerëve, sepse shpesh përmes tyre takojmë Zotin. Të lutemi për të tjerët, sepse lutja ka fuqi të madhe për të ndryshuar zemrat dhe historinë, sidomos në këtë periudhë kur bota po përballet me luftra. Dhe në fund, të mos trembemi nga provat e jetës, sepse Zoti është gjithmonë pranë atyre që besojnë në të. Në takimin e ardhshëm do të përfundojmë ciklin e Abrahamit, do të lexojmë pjesën nga Zanafilla kapitulli 26-36. Lexoni nëse keni mundësi të shtëpia, do ta kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, Zoti ju bekoft.